Vëllezërit Veshaj kanë strategji të ndryshme biznesi, teksa Donald Veshaj është emri më i ri mes personazheve të televizionit që futen në biznesin e kullave. Romeo Veshaj ka zgjedhur një tjetër strategji. Ai duket se zgjedh gjithmonë t'i dalin zot gratë, shumë më të mëdha në moshë, pas lidhjes me Jonida Maliqin, me 12 vite diferencë, që kur ishte ende në të 20-tat. Romeo, që prej vitit 2021 ka pasur një histori të fshehtë, por të shitur publikisht si miqësi familjare me biznesmenen e makinerive të Drurit, Silvana Kulla. Një histori që në korridoret e Top Channel është ditur dhe përfolur që kur Romeo ishte konkurrent dhe 50 vjeçaria shfaqej çdo javë për t'i çuar rroba të reja, duke u prezantuar si qiradhënësja e banesës dhe mike e familjes. Por e vërteta, sipas miqve të afërt, është se gruaja jo vetëm që është e dashura sekrete e Romeos, por edhe financuesi i atij sa herë që ai ndodhej në vështirësi ekonomike. E vetëdijshme se nuk mund ta bënte publike historinë me një djalë 20 vite më të ri. Ajo pranonte rolin e saj pa dalë në skenë, një rol që duket ende prezent edhe me hapjen e medias së re të Romeos, ku sponsorët kryesor janë Simac Group dhe Eurocall, kompanitë e biznesmenes në fjalë. Donaldi dhe Romeo, nga shtëpitë me qirat e kullat dhe platformat mediatike. Donaldi, humoristi dhe ish banori i Big Brother VIP, i njohur më shumë për spektakël se sa për eksperiencë në ndërtim, themeloi në mars 2024 kompaninë DGC SHPK, së bashku me Glenis Çobon, me objekt aktivitet në fushën e ndërtimit dhe investimeve. Vetëm pak muaj më vonë, në dhjetor 2024, kompania Anchor Investment, në pronësi të Albi Shytit, bleu 50% të aksioneve të shoqërisë për vlerën simbolike prej 5.000 eurosh. Më pas ortakët aplikuan për ndërtimin e një kulle me 33 kate mbi tokë dhe 4 kate nën tokë në qendër të Vlorës. Romeo ndërkaq, vetëm pak muaj më parë hapi platformën e tij X Media, me financuese të heshtur një 50 vjeçare. Nuk dihet se cili nga vëllezërit do të ketë suksesin më të madh në investime, por duket qartë se me kalimin e viteve kanë fituar jo pak eksperiencë.